Atës o Baraliu. Nuk është tema kjo sot, s'është e vërtetë kam shtjellu, në fakt me kushtrimin duket kam pas shtjellu. Okej, mirë. Por si do të qoftë, le të kthehemi te Albin Kurti, pse nuk e meriton votin e diasporës. Po, kam avokatin në studio, ata u lanë tonë, ka një pyetje. Po është temë gjatë, nëse do një shtjellu. Jo, vetëm shumë shkurt regjistrimi i pronave në manastirin e Deçanit në bazë çfarë bazë është bazë, çfarë dokumenti, a bën bazë vendimit gjykatës kushtetuese në bazë çkafit. Lutem, shiko, nuk do të amin atë. Po fal që ndërpreva, veç po mendoj që ka vendimet, shiko, këtë argumente kam shtjelluar në detaj se kam konsultuar me disa avokatë të drejtës ndërkombëtare dhe mundi me kur do në një ditë tjetër, duhet me pas parasysh që vendimet janë marrë për një gjykatë që jo, para se më ka drejt ndërkombëtare, kjo është drejt pronësore civile e Kosovës. Drejt pronësore sepse është drejt ndërkombëtare, ka marrë vendime, nuk ka qenë sankcionuar për shtetit Kosovës, ka qenë gjykatë de jure e unmik. Vendimi penal është e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Asu spajtona me to, po. Asu spajtona me atë vendim, po nëse gjykata kushtetuese është autoriteti përfundimtar dhe të gjithë janë të detyruar me i zbatu. Nuk është gjykata kushtetuese asnjë autoriteti përfundimtar. Jo juridik, çka është gjykata kushtetuese nëse s'është autoritet përfundimtar juridik? Gjykata supreme në Shtetet e Bashkuara shumë herë. Jo, okay, e bëm dallimin, jo. Tek ne është kushtetuesja, po. Gjykata kushtetuese në Kosovë luan rolin edhe të gjykatës supreme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vërtet, domethënë gjykata supreme bën interpretimin e ligjit në Amerikë. Mos hyjmë këtë temë me shumë dëshirë e shtjelloj mas zgjedhjeve. Shiko, çfarë mendoj. Po mendoj që veç si fakt, po përveç me paraqes si fakt. Fakti është që pronat e manastirit Deçanit janë bartë në bazë të një vendimi të gjykatës kushtetuese. Mos vazhdojmë më shumë me pronat. Kthehemi kthehemi pak tek kujt i takon diaspora. Jam duke e pritur votën tuaj mish drejt për drejt. Jemi në YouTube. Hyni dhe vazhdoni e klikoni edhe votoni. Faleminderit në fakt për votat që i keni dhënë deri më tash. Vazhdoni të votoni. Kujt për kë voton diaspora? Për kë votojnë diaspora? Nëse më lën Arben ta përfundoj. PDK dhe AK. Përfundoj Baraliu se duhet të kthejmë këtu në panel, po. Është shumë shpejt. Te çështja e veriut, megjithatë, për shkak shkëndrimit të tij, Albin Kurti komandon një entuziazëm edhe një respekt edhe një le të themi një udhëtarësi prej fansave të tij. Por shikoni gjithçka tjetër njerëz. Hajde le ta votojmë Albin Kurtin sepse arsimi ka psuar ose ka arritur një rritje të madhe. Hajde të votojmë Albin Kurtin sepse ekonomia është zhvilluar, sigurimtarësia ka ecë shumë përpara, EBRD-ja ka arrit me bën një zhvillim të madh. Hajde ta votojmë sepse shëndetësia është e para, rruga prej Prishtinës dhe Mitrovicës është e shtruar xham. Ajo nuk ka premtuar as shëndetësi, as ekonomi prej 2005 so Baraliu, kam përshtypjen. Nuk mundemi me votu një qeveri. Ne ke kuptuar kur më herët kur e ke mbështetur, se asnjëherë Kurti nuk është thirrur në kartën e ekonomisë. Asnjëherë nuk ka thënë që do ta bëjë ekonominë më të mirë. Asnjëherë nuk ka thënë që do ta bëjë shëndetësinë më të mirë. Në fakt, kartat janë kundër Atisari, a e sfidoj Atisarin apo jo në 5 vite? A e sfidoj Serbin apo jo në 5 vite? Dhe a e shtriu sovranitetin? Këto janë 3. A nuk ka thënë Albin Kurti që tema e Serbisë, dialogu me Serbinë është tema e shtatë? Atë e tha për çështje elektorale në një fushat, por jo çfarë gjithë ekzistencës. Prioritet ka qenë drejtësia, puna për parimin. Po kjo ishte kur garante kundër Vjosa Osmanit për çështje elektorale, nuk ishte për çështje konceptuale edhe filozofike dorë në zamë. Sidoqoftë, arsyeja pse diaspora nuk duhet të votojë Albin Kurtin është sepse partia vetë vendosin. Pyetja ime është kjo, a duhet ta votojë diaspora apo jo? A ju ka bërë shërbime më të mira nëpër konsullata? Kjo është pyetja. Diaspora nuk voton me interesat vetanake, diaspora voton kryesisht me interesat kombëtare. Nëse voton me interesa kombëtare, ata shohin vetëm veriun dhe do ta votojnë Kurtin pra. Veriu sepse nuk mund të ketë kauzën kombëtare me bë rreth veriut kur e ki arsimin kërsh, shëndetësinë kërsh, njerëzit e kanë lëshuar vendin, ekonomia nuk ka pas për zhvillim, energjinë e ke E kuptova. E kuptova, jo, se nuk ta bëjmë këtë përballje të Baraliut me panelizëm. Të presim në Kosovë Baraliu shumë shpejt. Do të jetë në Kosovë ekskluzivisht. Unë edhe në pyetje të fundit. Po. Bleran. Për kënd voton nëse mundesh më na u deklaru. Në fillim të zgjedhjeve kam qenë i përkushtuar me votu PDK. Momente që Sami Loshtaku ka dalë me ato deklaratat e papranueshme, se unë mendoj kërcënimi më i madh që është duke pas shoqërisë kosovare është ky toksiciteti dhe polarizimi.
të cilët natyrisht kanë